Për antarët e këtij paneli me zotin Recep Gashi, që është ushtrues detyre i kryetarit të gjykatës administrative, e cila siç e dini ose siç mund ta dini është funksionalizuar gjatë javës së kaluar. Dhe kjo është arsyeja pse ne në Odën Amerikane që në ditët e para të funksionalizimit të kësaj trupe 3 gjyqësore kemi dashur që ta organizojmë këtë diskutim. Edhe zotin Korab Sejdiu nga kompania Sejdiu e Qerkini. Korabi është në të njëjtën kohë edhe kryesuesi i Komitetit të Klimës së Investimeve dhe Financave në Odën Ekonomike Amerikane. Zoni Vjosa Shkodra nga kompania Lex Business, avokate me përvojë të gjatë dhe pjesë të gjitha zhvillimeve më të rëndësishme në sektorin e drejtësisë për gjatë ndoshta gati 2 dekadave të fundit ose edhe më shumë vjet. Edhe zoti Agon Drini nga kompania Kërveshi and Partners. Faleminderit që keni pranuar se jeni pjesë e këtij paneli. Themelimi, pra para dhe funksionalizimi i gjykatës administrative gjatë javës kaluar, ose brenda këtij 7 ditësh, ndoshta është njëri prej zhvillimeve më të mëdha, s'po e them më të rëndësishme, po megjithatë më të mëdha në gjatë këtij viti, sa i përket kompletimit ose ndryshimit të arkitekturës gjyqësore në Republikën e Kosovës. Çështjet juridike edhe siguria juridike për investitorët nuk është një koncept abstrakt. Megjithatë është një çështje e cilën ata e prekin ose e përjetojnë në baza të rregullta, edhe rrjedhimisht rritja e efikasitetit, ashtu siç është synuar edhe me themelimin e gjykatës 3, besoj që bie si një prej përgjegjësive më të rënda edhe mbi gjykatën administrative si trup, po natyrisht edhe mbi drejtuesit e saj, në këtë rast mbi zotin Recep Gashi edhe kolegët e tij. Unë konsideroj që funksionalizimi i kësaj gjykate natyrisht përfason një hap të madh drejt sundimit të ligjit, rritjes së sigurisë juridike dhe avancimit të mbrojtjes gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Siç dihet, kontestet administrative i prekin të drejtat dhe interesat e qytetarëve dhe bizneseve në fusha të rëndësishme, siç janë taksat, tatimet, pastaj prona, licencat, prokurimi publik e të gjitha këto. Prandaj zgjidhja e këtyre kontesteve nga një gjykate specializuar, siç do të jetë gjykata administrative me gjyqtar të specializuar, do të ndikojë që të rritet besueshmëria në gjykata, po njëkohësisht edhe në institucione, sepse roli primar i vetë gjykatës administrative është kontrolli i veprimtarisë administratës publike. Dhe ky kontroll realizohet përmes mbrojtjes gjyqësore që gjykata do t'i ofrojë të gjithë palëve në procedurë që i drejtohen gjykatës. Unë e kisha dashur me theksu edhe një element tjetër të rëndësishëm sa i përket funksionalizimit të kësaj gjykate. Unë po besoj që siç dihet, drejtësia administrative në Kosovë me kalimin e kohës nuk e ka pas peshën e dur realisht për shkak edhe këtyre ndryshimeve të ligjore të cilat kanë ndodhur her pas here. Mirë po me reforma, ndryshimet e fundit që kanë ndodhur, po besoj që drejtësia administrative do të jetë fokus i sistemit gjyqësor në Kosovë, sepse drejtësia administrative ka ndikim të drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të vendit. Dihet që çdo investitor, qoftë vendor apo ndërkombëtar, para se të investojë mjetet e tij financiare në një biznes apo diçka të ngjashme, kërkon që në atë vend të ketë siguri juridike në radhë parë, pastaj procedurat të jenë të parashikueshme në gjykatë si dhe të ketë gjykim efikas, domethënë ndarja e drejtësisë të bëhet në një kohë të arsyeshme. Kjo ka qenë sfidë për sistemin tonë gjyqësor viteve të fundit. Njëra ndër arsyet kanë qenë edhe për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme, por edhe për shkak të numrit jashtëzakonisht të madh të landëve që gjykatat janë ballafaquar në ndërkohë. Sikurse gjykata komerciale i vjen që edhe një gjykatë e dytë e specializuar, po është themeluar, po besoj është funksionalizuar në sistemin tonë të drejtësisë dhe kjo ka si nevojë krejt këtyre reformave, pra thjesht më duket më shumë sikur kemi mësuar prej gabimeve gjatë rrugës, edhe kemi pa të rëndësishme që të specializohet edhe një gjykatë.
Kjo nuk kupton që pritshmëritë e bizneseve janë shumë të mëdha, edhe i kanë sy tash ka gjykata administrative për shkak të kërkesave të tyre që nuk dojnë të ketë birokraci, duan të ketë parashikueshmëri, duan të ketë një adresë ku mundet mu trajtu një kontest i tillë. Në të kalumen ose tash, do të thonë na ka përcjell historikisht kjo mbi ngarkesa e landëve edhe fragmentimi i kontesteve që është dashur më shpërnda në për gjykata themelore, në krejt Kosovën, pastaj në departament administrativ gjykatës komerciale, shpesh ka ndodhur që një kontest të zhvillohet paralelisht një në çështje administrative, një në çështje themelore, domethënë duke mos pas një efektivitet procedural brenda gjykatës dhe me sa e pash edhe i ligjin, ky është synimi i kësaj reforme, po që është tejet me rëndësi, reformë shumë e rëndësishme, mirë po shumë pritshmëritë janë që dhe zbatimi të jetë efektiv. Do të thonë sepse bizneset shumë dekurajohen kur e kanë këtë pasigurinë juridike dhe që janë të dekurajuar. Fati tjetër është që kam shumë frikë që na përcjell kjo vjetërsia e landëve që janë transferuar në gjykatën komerciale. Komiteti Zotrisë Ediu dhe nderuar anëtarë e këtij komiteti zonja Shkodra dhe ju të gjithë. Nuk do fjalë që themelimi i gjykatës administrative të Kosovës paraqet kur themelin kryesor të reformës së drejtësisë së këtij viti dhe të viteve të fundit, nëse në të vendosim edhe gjykatën komerciale në drejtim të etablimit të fuqishëm të një drejtësie më të konsoliduar, komerciale dhe administrative. Nëse shikohet nevojshmëria e themelimit të gjykatës administrative në spektrin rajonal dhe ndërkombëtar, atëherë me plot të drejtë duhet të them që themelimi i kësaj gjykate ka qenë i domosdoshëm, sepse nëse shikohen shtetet rajonale, të gjitha shtetet rajonale në Ballkanin Perëndimor kanë gjykatë të specializuar administrative, madje shumica e tyre kanë edhe shkallën e dytë të specializuar administrative. Në mos gabohem, përjashtimi vetëm është Republika Federale e Bosnjë e Hercegovinës që nuk ka gjykatë të specializuar administrative. Themelimi të gjykatës administrative natyrisht i paraprin një seri reformash legislative që kanë qenë hyrja në fuqi e ligjit për procedurën e përgjithshme administrative paraprakisht dhe më pastaj hyrja në fuqi e ligjit për konfliktet administrative. Jetësimi më efikas i këtyre dy ligjeve bazë të së drejtës administrative, natyrisht që është i mundur vetëm me një themelimin e një gjykate të specializuar administrative, sikurse është bërë para pak javësh.